E rëndësishme për flokët, lëkurën dhe sklerozën, zbuloni simptomash që shfaqen për shkak të mungesës së vitaminës B7 biotina, e njohur edhe si vitamina B7. Është një vitaminë B që është thelbësore për metabolizmin e karbohidrateve, proteinave dhe yndyrave. Biotina përmirëson shëndetin e flokëve, lëkurës dhe thonjve dhe gjithashtu mund të lehtësojë simptomat e sklerozës së shumëfishtë, MS, dhe të zvogëlojë nivelet e sheqerit në gjak. Biotina është e pranishme në ushqime të ndryshme, duke përfshirë vezët dhe peshkun, dhe prodhohet natyrshëm nga bakteret e zorrëve. Shumica e njerëzve konsumojnë midis 35 dhe 70 mikrogram MSG biotinë në ditë, që të i kalon sasinë e nevojshme për të ruajtur shëndetin. Mungesa e biotinës është e rrallë, kështu që njerëzit e shëndetshëm zakonisht nuk kanë nevojë për suplement. Suplementet e biotinës mund të jenë të dobishme për grupe të caktuara, duke përfshirë gratë shtatzëna dhe njerëzit me kushte të caktuara shëndetësore. Simptomat e mungesës së vitaminës B7. Mungesa e kësaj vitamine mund të çojë në një sër simptomash: problemet e flokëve dhe lëkurës. Mungesa e biotinës shpesh shoqërohet me rënien e flokëve, thonjt e brishtë dhe probleme me lëkurën. Simptomat neurologjike. Mungesa mund të çojë në simptoma neurologjike, duke përfshirë mpirje, ndjesi shpimi gjilpërash dhe spazma të muskujve. Lodhja. Biotina është thelbësore për metabolizmin e energjisë dhe mungesa e saj mund të çojë në lodhje dhe dobësi. Dëmtimi njohës. Mund të shfaqen probleme njohëse, të tilla si konfuzion mendor ose depresion i lehtë. Përfitimet e vitaminës B7 biotinës përmirëson gjendjen e flokëve, lëkurës dhe thonjve, redukton simptomat e sklerozës së shumëfishtë, MS. Redukton nivelin e sheqerit dhe lipideve në gjak, e rëndësishme për gratë shtatzëna dhe ato me gjiburime të mira të biotinës. Biotina është e pranishme në një shumëllojshmëri ushqimesh bimore dhe shtazore. Kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve që hanë një dietë të ekuilibruar plotësojnë lehtësisht nevojat e tyre ditore. Këtu janë disa nga burimet më të mira të biotinës: mëlçia e viçit vezë, salmoni, patate të ëmbla, farat e lulediellit, bajame, spinaq, ton, brokoli, djath, kostershër. Çfarë po ndodh mes Livias dhe Gëbanit? Dyshja bën veprimin e fortë tek Bani dhe Livia janë dy ish banorët e Bog Brother VIP Albania. Gëbani një herë është larguar me zarf të zi dhe herën e dytë u detyrua ta lëlojen për shkak të gjendjes shëndetësore të atit. Livia nuk i shpëtoi dot nominimit dhe tashmë gjendet jashtë, mes orvatjeve për ta mbajtur gjallë vëmendjen rreth saj. Shkruan Kosovarja, këto ditë Kivia është parë mjaft e afërt në shoqërinë e Gëbanit, ata edhe brenda shtëpisë kishin raporte relativisht të mira mes vete. Çfarë po ndodh mes Livias dhe Gëbanit? Dyshja bën veprimin e fortë në shtëpinë e Big Brother VIP. Raportet mes banorëve ndryshojnë nga dita në ditë, por së fundmi, Livia dhe Gëbani kanë marrë vëmendjen e publikut me një veprim të papritur. Dyshja, e cila ka pasur një marrëdhënie të luhatshme, ka bërë një lëvizje që ka ndezur diskutime brenda dhe jashtë shtëpisë. Çfarë ndodhi mes tyre? Sipas pamjeve të transmetuara, Livia dhe Gëbani janë parë duke biseduar gjatë në një cep të shtëpisë, larg syve të tjerë, dhe më pas kanë bërë një veprim që i ka habitur të gjithë. Nuk dihet ende nëse ky është një moment i sinqert afrimi mes tyre apo një strategji për lojën, por reagimet nuk kanë munguar. Si reaguan banorët? Disa prej tyre dyshojnë se është një lojë, e cila mund të ndikojë në rrjedhën e spektaklit. Të tjerë mendojnë se mes tyre mund të ketë një afrimitet real që mund të sjellë ndryshime në dinamikat e shtëpisë. Publiku është ndarë mes atyre që e shohin si një strategji dhe atyre që besojnë në sinqeritetin e momentit. A do të sjellë ky veprim një afrimitet të ri mes Livias dhe Gëbanit apo thjesht një tjetër kthes në lojën e tyre? Mbetet për tu parë. Konfirmuar se mëngjesi është me të vërtetë një vakt i rëndësishëm. Njerëzit që janë mësuar të hanë në mëngjes kanë më shumë gjasa të jenë në formë të shkëlqyer fizike. Truri i tyre funksionon më mirë në mëngjes, që do të thotë se ata janë më produktiv dhe të kënaqur me reflektimin e tyre në pasqyrë. Mëngjesi ka një efekt të dobishëm në pamjen, mirëqenien, performancën dhe shëndetin e përgjithshëm të një personi. Këto janë 3 ushqimet më të mira të mëngjesit: vezë, përfitimet e vezëve, rrjedhin nga përbërja e tyre e pasur, ato përmbajnë kolin, lecitin, acide yndyrore dhe shumë proteina. Ka shumë mënyra për të përgatitur vezët, kështu që të gjithë mund të gjejnë atë që i përshtatet më shumë. Gjëja më e rëndësishme për të mbajtur mend është se vezët për mëngjes duhet të kombinohen me karbohidrate komplekse dhe fibra, për shembull, me kokra të gatuara, ara ose avokado. Avokado fal yndyrave të shëndetshme dhe vitaminës E.
Avokadot janë një zgjedhje e shkëlqyer për mëngjes. Ai gjithashtu përmban antioksidant dhe kalium. Gjysma e një avokadoje është më se e mjaftueshme për një vak. Meli meli është jashtëzakonisht i shijshëm, megjithse shumë e nënvlerësojnë këtë kokër ose e ngatërojnë me gruri. Meli është i pasur me mikroelemente të rëndësishme për trupin ton dhe gjithashtu përmban shumë fibra. 3 ushqimet më të shëndetshme për mëngjes do t'ju mbajnë me energji gjatë gjithë ditës. Nëse dëshiron të nisësh ditën plot energji dhe fokus, zgjedhja e duhur e mëngjesit është thelbësore. Ja 3 ushqimet më të mira që do t'ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur, aktiv dhe të përqendruar gjatë gjithë ditës. 1. Tërshëra me faraqia dhe mjalt plot me fibra dhe proteina ndihmon në tretje dhe mban sheqerin në gjak të qëndrueshëm, jep energji të qëndrueshme gjatë ditës. 2. Vezë të ziera ose omlet me perime, burim i shkëlqyer i proteinave dhe yndyrave të shëndetshme, përmirëson përqendrimin dhe forcon muskujt, ju mban të ngopur për një kohë të gjatë. 3. Smoothie me banane, spinaq dhe faralini plot me vitamina dhe minerale, përmirëson metabolizmin dhe forcon imunitetin, jep një shpërthim të shpejtë energjie për mëngjesin për një ditë të shëndetshme dhe plot vitalitet. Filloje mëngjesin me këto super ushqime.